Detajet të reja janë zbardhur rreth vrasjes së 24 vjeçares palestineze në Tiranë. Grupi hetimor pas marrjes së përgjigjes nga autoritetet gjermane konfirmoi se autori dhe viktima janë babë e bij. Nga të dhënat që kanë sjellë autoritetet gjermane ka rezultuar se 24 vjeçaria Ryan Allen, e vrarë në Tiranë, ka denoncuar familjarët e saj në janar të 2024-s. Ajo ka denoncuar nënën dhe babain, pasi sipas saj e dënonin sepse nuk ishin dakord me jetën e saj, e cila sipas prindërve nuk respektonte rregullat e fesë islame. 24 vjeçaria palestineze ishte nënë e 3 fëmijëve. Ryan Allen ishte martuar herët, por më pas ishte divorcuar. Pas divorcit, 3 fëmijët e saj të mitur qëndruan me baban e tyre në Liban. Tashmë pista kryesore e policisë është që Fadi Allen, 49 vjeç, e ka sjellë në Shqipëri vajzën e tij për ta vrarë. Interpol Shqipëria po punon me partnerët për lokalizimin dhe kapjen e tij dhe ekstradimin drejt vendit tonë, ndërkohë që rezultatet e ekspertizës mjekoligjore ende nuk kanë dalë për të përcaktuar se kur është vrarë 24 vjeçaria. Më 19 shkurt të këtij viti, të dy babë e bij udhëtuan nga Gjermania me avion në Tiranë, ku morën një banesë me qira, aty ku babai e vrau me thik 3 ditë më pas, dhe iku duke e lënë të pajet në dhomë. Hetuesit ende nuk kanë një përgjigje sepse babai vendosi ta vriste vajzën e tij në Shqipëri, në një banesë ku nuk ishin deklaruar identitetet. Palestinezët hynë në Shqipëri me pasaporta greke, por në biletat e tyre të udhëtimit është gjetur një numër identifikimi dokumentash kosovare për të dy, të cilat rezultuan se nuk janë përdorur më parë.